Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ish konkurrentja e firmës bën publike lidhjen e dashurisë. Casey Hyseni, e njohur si Miss Casey dhe një nga personazhet më të komentuar të sezonit të dytë të firmës, ka ndarë publikisht lajmin se është në një lidhje dashurie. Në një Insta story e publikoi një foto nga makina të shoqëruar me fjalët: "Gëzuar ditëlindjen dashuria ime". Edhe pse Casey zgjodhi të mos e zbuloj identitetin e partnerit, postimi i saj mjaftoi që të konfirmonte zyrtarisht romancën për të cilën ishte përfolur gjatë muajve të fundit. Gjatë qëndrimit të saj në ferm, Casey u vu shpesh në qendër të vëmendjes për raportin e ngushtë me reperin Lim Hoti. Aludimet për një lidhje mes tyre u përhapën me shpejtësi, por Casey ka mohuar vazhdimisht, duke sqaruar se ishte angazhuar në një marrëdhënie jashtë programit. Me postimin e fundit, Casey duket se i ka dhënë fund thashethemeve dhe ka vendosur të ndajë me ndjekësit një pjesë të jetës së saj private. Megjithatë, ajo vijon të mbetet diskrete, duke mos zbuluar as fytyrën dhe as emrin e partnerit. Fansat e saj e kanë pritur me entuziazëm lajmin, duke shpërndar urime dhe komente pozitive, ndërsa kurioziteti për të zbuluar se kush është mashkulli që i ka rrëmbyer zemrën Miss Caseyt vetëm se sa anashtohet më shumë.